Megjithatë, Shqipëria ka ende gatime të mira, gatime bio, ruhen në përfshatra, agrobizneset ruajnë, por kujdesi duhet të kjo çudi dhe këta pjesa që jeton në fshat, këta ndoshta e bëjnë prej inati. Këta nuk gjejnë dot kënaqësinë e pritjes në qytet, edhe më duket se fshatarët i, në kuptimin e zhargonit, më duket se akmerën dhe. Do ta ha unë, thotë ai, 2 mg pesticid. Do ta ha qytetari, thotë ai, 10 mg pesticid. Mund ta bëjnë prej inati aty. Këta ndoshta më duket se e urrejnë qytetarin. Prandaj unë do ndryshoj sjellja që diktatura i mësoi fshatarët njerëz pa vlefshëm. I la me mishtrisht e misi. Dhe në të kuptim ata u zvogluan si njerëz. Gjunati. Që mund të quash ti Cakranin, ta quash fshat, kur aty ishin qyteza, janë 3 monedha djetra, dhe sot kanë hequr tabelën e Cakrani qytetës. Po to fshatat shqiptare kanë qenë që gjitha qytetet. Nuk ka fshat në Shqipëri mos ketë një kalat. Nuk ka fshat në Shqipëri. Që mos ketë qenë qytetës, po jo fshati, po e bëri diktatori fshat, apo edhe turku, që ai të kishte mungesë digniteti. Dhe kur shkon në Greqi ai, Gjermani fshatari, në kuptimin e pa e ofenduar, e haron Shqipen kollaj, me një brese nuk i mëson fëmijëve gjuhën shqipe ormik. Turpi i madh. Ndërkohë breshët, fisnikër, lord, bujar, akoma flasin shqip, sot ishin fisnik ata që ikën. Ta ikin pa dignitet. Edhe i quhet kultura greke, që puna e njeriu tim, që unë zisa të kthej përgjigje grekut ku më pyet për një gjë që është 100% shqip ajo gjeti. Kostumi i Mariot, 100% shqiptar kostumi i Mariot. Kenga i Mariot është shqip 100%. Edhe ai thotë vën ekspozit kostum grek, e vëllën pull postare. Edhe ti nuk ditë përgjigje, sepse s'ke mësuar në librat e historisë, po ti s'lidon as vet, po ti nuk ble as libra. Jeni këta që vinë nga jashtë, që unë i provokoj ke shtëpia, këta nuk blen as libra, mo që të mësojnë që të ketë respekt më tepër ai atje ku është. Shefi gjerman, shefi anglez, shefi grek, që të ketë respekt më tepër.